Po nëse gjykata kushtetuese nuk e sqaron edhe nevojën e prezencës së deputetëve në sallë për ta zhvilluar një proces i cili është i obligueshëm për deputet në bazë të kushtetutës tonë, gjithmonë do të sillemi në rreth dhe do vijmë deri te rezultatet e këtilla. Në qoftë se deputetët mund të mos jenë prezent në sallë, pavarësisht në sa cikli zgjedhjesh mund të shkojmë, nuk mund të presim rezultat. Ose duhet të garojnë partitë politike për ta bërë një rezultat prej 80 deputetësh, që as nuk është arritshme, as nuk do duhej të ishte arritshme për këdo. Por qëndrimi jonë është ky, edhe në bazë të aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese që i kemi pranuar gjatë vitit 2025, por edhe atyre shumë të mëhershme që i kemi cituar edhe në kërkesën tonë, është plotësisht e parësyeshme që deputetët të konsiderojnë që mund të mos qëndrojnë në sallë dhe t'i përmbushin detyrat e tyre. Përderisa gjykata kushtetuese e sqaron edhe këtë pjesë, mund të ndihemi më të sigurt në rrugën përpara drejtëzgjedhjes së presidentit. Por ky është një element shumë i rëndësishëm i kësaj. Nuk ka problem me dekretin. Kuvendi para se me dalë dekreti e ka nisë një proces para gjykatës kushtetuese që informon që në këtë mënyrë nuk zgjidhet presidenti. Pra, jo vetëm që ka dështu me zgjedh presidentin, por nuk din as se si me zgjedh kuvendi presidentin dhe ka një konflikt brendshëm mes forcave politike të përfaqësuar aty, mbi interpretimin e disa dispozitave kushtetuese themelore, që mund të kenë të drejta, po kjo është pretendimi i tyre siç unë e lexoj. Pra, ju thoni se ka paraprir, letra e zonës Haxhiu ka paraprir ideja është që dekreti në vetvete nuk është problem. Fundja, okay, ai edhe po zgjedh, është një herë ka ndodhur, po shpall antikushtetues, mirë në rregull, qenë ka, e shohim vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe s'është qameti. Edhe nëse u shpall kushtetues, prap s'është qameti, por ideja është që si do të zgjidhet presidenti, dhe këtë nuk e ka të qartë kuvendi. Pra përveç që ka dështu me zgjedh presidentin, nuk ka një rrugë të qartë se si do e zgjedhin presidentin. Dhe këtu do të jetë çështja kryesore, siç e tha dhe zonja Bllakaj, që kjo pritet nëse gjykata kushtetuese nuk e zgjedh këtë, pastaj nuk ka zgjedh asgjë me çështjen e dekretit. Ju thoni pra që i ka kërkuar edhe një, le të themi, udhëzues se si dilet nga kjo situatë. Po pra, se ideja nuk është vetëm pra fatin shtesë. E interpretueshme është ajo, unë besoj që s'ka fat shtesë, unë besoj që dekreti i presidentes është në përputhshmëri të plot me kushtetutën. Pra nuk ka pas fare diskrecion, por ka pas vetëm një detyrim kushtetues presidenti në momentin kur e ka kuptuar që kuvendi ka dështuar me zgjedh presidentin, ka pas vetëm një detyrim kushtetues me shpërndau parlamentin. Tregoni çysh mund të zgjidhet presidenti nëse nuk i kemi në raundin e parë 80 deputet në sallë. Por nëse s'vinë, si do t'i detyrojmë? Po gjykata kushtetuese e ka thënë veçse që ky është obligimi çdo deputeti, edhe do duhej të vinte një moment ku deputetët e marrin përgjegjësinë e tyre shumë më ndryshe se që e kemi parë në praktikë, sidomos në dy raste gjykata kushtetuese ka thënë këtë, po jo domosdoshmërisht e kanë respektuar deputetët. Nuk e kanë respektuar për shkak të mungesës së sanksionit, po kjo nuk duhet të nisemi vetëm prej asaj që nëse nuk ka sanksion tani mund të sillemi si të duam, duhet të tregohet pak përgjegjësi shtetërore në raport me proceset. Është shumë e dhimbshme që të shkohet sërish në zgjedhje pas një cikli të madh zgjedhjesh të cilat vetë që i kemi parë prej vitit të kaluar e deri më sot, të harxhohen 10 milion euro të tjera në organizim të zgjedhjeve dhe të luftohet për t'i bërë 80 deputet se vetëm ashtu mund të zgjidhet presidenti. Nuk i ka kërkuar kushtetuesja, e ka thënë në mënyrë operacionale minus deputetët që duhet të qëndrojnë në sallë, por nuk e ka një dispozitiv. Nuk i ka urdhëruar deputetët të qëndrojnë në sallë dhe të marrin pjesë në votim, sepse kështu humbet pasaj edhe tek njëri tjetër i kushtetuesës, tek mandati i lirë i deputetit. Si mundet gjykata kushtetuese për një president ku përgjegjësinë gatice ose kryesore e ka partia e parë që del nga rezultati i zgjedhjeve, ti bartet gjithsesi opozitës ose deputetëve të tjerë të cilët nuk kanë hise në pushtet. Në rastin aktual, ne kemi një fakt që gjykata kushtetuese, me qenë se ka vendosur mos së përkohshme, ne kemi një çështje kushtetuese. Fakti i dytë është që në mungesë të operacionalizimit të ditës, se kur cilësohet këtë dita e fillimit të
të procedurës me rregullore të kuvendit, sikurse që është me kushtetut për disa çështjet e tjera tek presidenti, tek kryeministri ose siç është tek mandatari që ka përcaktuar vetë gjykata kushtetuese tek rasti kur ka konsideruar që letrat të cilat janë dërguar nga kandidati i Lëvizjes Vendendosur Albin Kurti në vitin 2020 është konsideruar abuzim mosdërgimi i mandatarit prej 20 ditëve. Në rastin aktual nuk ka dispozit që e operacionalizën nenin ku thuhet se cila është dita e fillimit të procedurës. Në mungesë të kësaj dite, atëherë mund të konsiderohet që dita e fillimit jetë dita kur ka nis seanca, që i bie dekreti i zonjës Osmani mund të mos jetë kushtetues për shkak që nuk shkruan në kushtetut dhe nuk është operacionalizuar në rregulloren e kuvendit se cila është dita e fillimit. A është azën dita 4 janar? Që duhet të përfundoj të azëm në ditën e 30 datën e fundit që do duhet ishte 5 marsi që ne të shkojmë në zgjedhje, apo është data 5 prill kur i përfundon mandati, do të thonë dita e nisjes të jetë 5 shkurtër. Vetëvendosja. Nuk e ka atakuar në atë aspekt dekretin. Tash gjykata mund të jap një opinion, një gjykim pa e pyetur konkretisht. Jo se Lëvizja Vendendosur pretendon që afati ose 60 ditë që fillon nga dita kur ka nisë procedura për zgjedhjen e presidentit. Kjo është për cilat arsye është ataku dekreti i zonës Osmani. Do të thonë, meqense se ekzistojnë edhe 60 ditë të tjera për ta zgjedhur presidentin.